gjithmonë lidhet me kryekomisionerin e zgjedhjeve me Celibashin. Edhe fondacioni, në rast se do grumbulloj, domethënë, për ta ndihmuar Partinë Demokratike për të bërë lobimin dhe kanë grumbulluar një shumë të caktuar. Bie fjala edhe në kufi, lere 6 milion që është marramendse dhe çmenduri kjo, po edhe po të jetë një $10.000 për person që do t'i grumbullojnë. Ligji thot që këta duhet i marrin këto dhe do t'i çojnë, domethënë do të fusin në llogarinë e Partisë Demokratike në një bankë të nivelit të dytë, thot ligji. Dhe Partia Demokratike thot është detyruar ligjërisht të njoftojë menjëherë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që kanë një llogari bankare në Filan Bank me këtë numër dhe më kanë ardhur kaq. Domethënë duhet ta deklarojë Komisioni Qendror sa herë i vinë, në momentin që i vinë. Po tani a këta kanë xhiruar, kanë shkuar, domethënë për efekt lobimit $750.000. Nuk dihet si kanë shkuar e si kanë bërë. Atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë drejtim, menjëherë, jo vetëm duhet marrë kontratën, por është në fazën verifikuese. Edhe këtë kërkesë ligjore duhet ta shikojë dhe duhet i thresi, domethënë menjëherë duhet bëjë mbledhje urgjente të Komisionit Qendror, ta thresi Partinë Demokratike dhe një situatë rregullt ligjore nuk kemi tani. Po dalë sa e ka firmosur $750.000. Nuk ka lidhje, nuk e bën dot tani, ai mund ta përdori atë fiks pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve dhe brenda 60 ditësh duhet ta paraqesë këtë. Por struktura se çfarë thot ligji, oti da jet 60 ditë pasi bën shpallja aty thot, pastaj thotë Iliriani dje. Pra duhet janë paguar 750.000. Tjetër gjë ajo, ai thot për këtë që është paguar. Shiko, më dëgjoj vetëm kaq. Këtë e bën vetëm struktura e posaçme. Në verifikimet që bën struktura e posaçme, se që tani është në pjesën e konstatimit të kësaj, pra po bën verifikimet përkatëse. Në këtë moment do e thrasi Flamur Nogën. 100%. Flitet thot për këtë. Ai do thot po jo, po ne si kemi kaluar. Pra aty fillon tani problemi këtyre. Problemi fillon kur fillon verifikimi strukturë posaçme, që e ka filluar tashmë. O Mondi, dhe kjo futet edhe krimi zgjedhor, Mondi, jemi në zgjedhje. Jemi në zgjedhje. Por jemi në një mendje tani për ta shpjegova këtë, e vetmja strukturë që mund të kapi këtë situatë strukturë posaçme. Edhe një herë Mondi, zot sot kur jenë në situatë zgjedhje, qeveria është Komisioni Qendror. Për partitë politike, për kontrollin e tjera dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do furnizoj SPAK-un. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të drejtën menjëherë të rret forcën politike përkatëse me kontratën që i ranë dorë, qoftë edhe rastisht, qoftë edhe nga mediat, edhe i thot kam këtë kontratë, si është e vërteta, më jep shpjegime dhe shpjegimet duhet japësh të sakta se po i falsifikove. Nuk flasim për aty, ideja që jemi në një mendje të lutem. Shiko tani. Shiko, jemi në një mendje të lutem, vetëm më dëgjove në vëmendje. Këtë problematikë që ne flasim sot që ekziston, si ekziston apo tjera, i vetëm institucion që ka tagrin të filloj direkt verifikimin e posaçme me strukturë posaçme dhe do thrasi firmëtarët dhe në këtë pikë ata e kanë bërë, po unë po them Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrim ligjor se jemi në proces zgjedhor, ka të bëjë me sa limin apo jo të zgjedhjeve me rregullshmërinë e tyre, me ndershmërinë e tyre. Okej, shiko, të njëjtën gjë është duke thënë edhe Petraj. Veza po thotë që po një minutë. është duke thënë që s'ka mekanizma KQZ-ja duhet t'ja çojë byros kombëtare të hetimit që të bëjë hetimin për këtë. Po ka auditët e vet, i paguajnë auditët, paguajnë taksa paguesit shqiptar, një numër të jashtëzakonshëm auditësh. Financieri i partisë do të shojmë. Ka financierën e partisë. Janë financierët më të zotë të Shqipërisë. Ka financierët e partive, financierët e partive janë ata të cilët duhet të dorëzojnë të gjitha faturat, shpenzimet e fushatës, se prandaj është financieri një partie. Dhe ai është kaptagri që të çojë dokumentacionin. Mundi nenin 24 që të thashun, lexoj çfarë thotë, çfarë bën auditët. Vjen më përpara, më bëjnë verifikime ata. Ata sa marrin. Okej, se nuk jam monitorim para. Para raport përfundimtar, para. Okej. Shiko, nuk jam gjykatës që ta ndaj me gjithatë është pak e rëndësishme. Gjithsesi e vërteta është që
duhej një lloj qëndrimi i KQZ-s përveç këtij qëndrimi hemafrodit që ka mbajtur Celibashi, i cili është mjeshtër për mos më thënë asgjë, por një lloj qëndrimi duhej se janë 6 milion. Shikon, neve e thashë në fillim të emisionit, na janë bërë veshët 50 milion aty, 20 milion këtu, 100 milion aty. Duke dëgjuar nga 1 miliard, 20 milion kilometri. Po pra, 1 milion kilometri, 20 milion kilometri. Jo, 20 milion kilometri. Po pra, edhe themi, ama 6 milion janë, po 6 milion në fakt në botë janë shumë. 6 milion në Shqipëri, në këtë popull, është një krim i jashtëzakonshëm, sepse Berisha nuk është Skënderbeu. Edhe të mendosh tani që të luftoj një forcë politike, të marri komplet, për të faktoj pjesën e për brenda 2 vjet asnjë, kjo është kontrata më e madhe, 2 vjeçare. E di çfarë thot për 2 vjet? 250.000 në muaj, mos ke që thua më tepër. Është më e madhe. Është kontrata më e madhe që është bërë ndonjëherë. Po ta shikosh, kontratat kanë qenë 3 mujore, 6 mujore. Edhe me shifra 30.000, 50.000. E di që jemi duke folur, një kompani e madhe në Shqipëri e ka të pamundur të realizoj $3 milion fitim. Sepse të realizoj $3 milion fitim duhet të bëj normalisht një 30 milion euro xhiro. Ja, mund të bëj edhe më tepër. Jo, po duhet të bëj që dhe norma e fitimit nuk është sot, 4 me 5% është norma e fitimit. Po pra, po, duhet të bëj, unë u tregova tolerant, duhet të bëj minimalisht 30 milion, pastaj po të futim taksat e njërin tjetër, dalim aty ku theti të 45 milion shi e 50 milion shi. Pra jemi në një situatë alucinante.